Hej, goca, përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Tani që jam duke filmuar është 3 çast basdite, ora është 4 pa 6 minuta. Nuk kam filmuar gjë sot është e premte, sepse kemi bërë ndonjë gjë shumë interesante në të drejtën dhe çfarë do filmoja? Shkuam në park me Zoin, po marrova dhe bateria këtu. Shkuam në park me Zoin, me shoqen time, nxorëm çik kalam fëmijës, edhe ajo ka një gocë të vogël 6 muajshe, edhe u kënaqëm shumë. Kam postuar një 2 foto në story në Instagram, kush më ndjeki ka parë. Siç shkuam dje në park, tani kam në orën 2 kemi ardhur në shtëpi në fakt dhe e vura Zoin direkt në gjumë, e ka zënë gjumi tu se u lodh dhe shpresoj të rrijë edhe pak sa të përfundoj dhe unë këto gjëra këtu në kuzhinë. Jam duke bërë peshk për drek, për darkë njësoj vajti, vetëm për vete po e bëj, se Iliri nuk ka ardhur akoma dhe nuk dua të shkoj shumë vonë, mua dhe po më hahet, edhe nuk dua të ha shumë vonë darkën, pasi ai mund të vi në ora 5-6, kështu që jo jam shumë e rënduar pastaj. Dërsa Zoi po i bëj pak salmon, nuk është fan se shumë me peshkut me të drejtën Zoi. Najsa ka provu një 2 herë, por unë i mora sërish që t'ja jap nga pak. Po ja bëj pak të skuqur tani me të drejtën, dhe ta shikoj, po i bëj një copë vogël, pastaj kam akoma aty, nëse ajo nuk do ta pëlqej sërish, kështu do mundojmë t'ja modifikoj, t'ja kombinoj me gjëra ndryshme ose t'ja bëj supa, gjëra e dini juve. Por më shkruani edhe këtu komente nëse keni ndonjë ide si mund ta bëj, se i mirëpres sinqerisht. Dhe ka ardhur edhe jastiku, se nuk ju kam thënë, duket se jo, kisha porositur një jastik për Zoin, e kam bashkëpunim, fakt, në TikTok, por e kam hapur dhe ishte super goca, nuk e keni ide sa e mirë që është, do ua tregoj edhe juve. Në fakt, mami ma ka futur mendje për t'ja marrë jastikun Zoit, sepse tha, fle më mirë, do fleri më mirë, edhe në fakt, e kisha vënë në re këtë gjë, kur Zoin e merja te krevati, jonë, do me thënë që e marrë ndonjëherë kur nuk e zë gjumi te krevati i vetë, e kuptoni juve? E shoh që është çik rahat. Me vërtet unë e vendos pak më lart Zoin kur e ve aty në krevat te jastiku. Ua, kush po mangoj. Por e shoh që rri mirë, nuk është se rri dhe keq shumë. Gjithsesi, unë i porosita një jastik. Do ua tregoj sa ta heq këta, edhe të sistemova. Do u tregoj goca nëse ka ndonjë që jeton këtu në Gjermani dhe nuk ka gjetur fasule që zjejnë, merrni këta, sepse këto super zjejnë, ja super vlejnë, ja ato e keni goca. Këta me letër jeshile është na. Këto zjejnë shumë. Mua më pëlqejnë shumë këto. Për 1 orë, ndoshta 1 orë pak, por i ke kështu, nëse i le sidomos gjithë natën në ujë, fiks për 1 orë të zjejnë ditën tjetër. Madje unë kur i laj këto që i laj me ujë të ngrohtë, përpara se t'i laj gjithë natën, këto fillojnë edhe sikur shpërbëhet fasulja. Keni parasysh kur fillojnë që zihen? Që ka ujë ngrohtë, imagjinoni, dhe janë shumë të mira. Dhe sot e kam marrë pak, kam marrë nga këto 2 kilëshe. Se thash ta marrë, ta kem, se kush rri jo po nga 1 kile. Edhe kam kopa bërë fasule me të drejtën, se nuk kisha, se di pse harroja gjithmonë sa herë që shkoja te Turku për të marrë. Për sot nuk harroja. Kemi dhe pak këtu, ka gjë se këtë e mbledhim, e vendosim një kapse, dhe voilà, ja kush këtu. Dhe një gjë tjetër, do aty u them, kisha jo bela, por thjesht nuk më bënte shumë punë salsat. Kam provuar salsat këtu në supermarkete goca, por më duhet ja hidhja gati, ku di unë, 3-4 lukë që gjella ta merrte atë skuqen, apo e keni parasysh kur gatuan. Nuk shkollonin. Një shoqja ime të shfilloj një sals nga Turku. Dhe thash t'ua tregoj
Edhe më tha që është shumë e mirë Omilda, tha, një majlugë tha ta bën gjellën, tha, direkt e flak të kuqe. Është kjo. Është e përzierë, në fakt me domate dhe spec, por nuk është djegës. Kishte edhe djegës, është kjo kështu. Me vërtet kjo kushtonte pak 4 euro duket. Gati 4 euro, apo nejse, 700 gram, por ron, domethënë ron. Edhe ron, se nuk i bëhet edhe parë. Dhe keni parasysh si bëhen ato salsat që zë atë si tip myku? Tha kjo nuk zero Milda, tha as myk, edhe ron goxha, domethënë nga myku që nuk prishet themi. Dhe është shumë e mirë si salsë, do ta provojmë. Por unë kam besim të ajo dhe di që normalisht nuk kam se të thotë që nuk kam, përderisa ajo e merr vet, normalisht do të thotë vërtetë. Dhe shikoj që peshku. Ta kthej pak të, dhe kjo ishte domethënë. Nuk është se kam bërë në një pazar kush e di, se dola më shumë për Zojnë, se kemi kohën shumë të mirë, shikoni dallohet edhe nga jashtë. E ka dhënë kohën të mirë këto ditë edhe shfrytëzoj momentin, por goca. Nuk e di nëse juve keni dëgjuar, besoj se po, se nuk ka mbetur njëri pa i dëgjuar. Lajmet që qa po qarkullojnë, qa po bëhet me fëmijët kështu në përbot, të themi, ose në Evropë, nuk e di, në Itali, në Greqi dhe këtu në Gjermani, që po i rrëmbejnë fëmijët. Ua, më na ka hyrë frika në palc, Unë nuk e di, se kam parë atë video, se po më tregonte edhe një shoqja, ajo shoqja që dola sot, atë rasti në Itali që kishte vajtur e kishte rrëmbyer fëmijën aty syt një gjithë njerëzve në supermarket, duket nuk e di se më mirë në qendër tregtare, që ja kishte kapur fëmijën ashtu, ma imagjinoni, ti është me fëmijën tat, ti duke ecur, duke u futur me vend, edhe të viti kush ta marrë ashtu si pa të keqe, ua, nuk e di ç'a bëhet. Edhe që ja kishte dëmtu pak kopshën nëna veta, nuk e di se ç'a kishte ndodhur fëmis, nga që i kishte tërhequr shumë kjo. O Zoti i madh na ruaj, nuk e di. Ç'a po bëhet kështu mor Zot, me fëmijët ç'a kanë mor Zot, na i kanë fut frikën palc. Jo, unë nuk dal me. Jo. Edhe këtu te vendi ku jam unë, po qarkullojnë zëra e gjëra që shikojnë këto fugona të zi, ku e di unë, nuk e di. Edhe në për shkolla kam vënë kështu, domethënë kanë njoftu prindrit që duhet me shku me i marrë vetë fëmijët. Normalisht prindrit shkojnë i marrin, po të kenë kujdes. Qa po bëhet kështu me këtë botën? Qa po bëhet? Nuk e di. Unë ka hyrë shumë frika, me thënë drejtën goca. Se unë nuk është se jam shumë frikacake kështu për ca gjëra, por me këtë rast, vallaj, kam shumë frikë, shumë frikë. O, Zot na ruaj. Madje po i thoja, do e heq edhe ata se tek nëse keni tek makinat ato të ngjitura që në bord, domethënë në makinë është një fëmijë hiqjani, sepse edhe nga ato ju ansojnë adresën e shtëpisë, edhe unë e kam, do ta heq sa të vi liri, inshallah nuk harroj, do ta heq atë direkte, nuk e mbajmë me atë. Jo, çfarë të rrezikoj unë kështu? Edhe tani ashtu po thoja edhe me shoqet që nuk dalin me, jo, dalun me vetëm me Zojnë. Jo, s'ka shanse. Unë po dola tani me Zojnë, do dal me autobus dhe kur të dal me autobus, autobusi të mleri, autobusi i ka ato stacionet e veta, por nuk do të ndaloj në për stacione që nuk kam punë. Do të ndaloj aty te stacioni ku është afër vendi që do shkoj. Po prapë mendoj them, prapë është frikë. Shi ç'a ndodhi në Itali. Ajo të u fut atje me njerëz e rrëmbeu fëmin. Nuk e di. Po mendoja një herë, se nuk e di keni parë në internet, a ju kanë dalë, janë ca si zinxhir, si litar, se nuk janë zinxhir, që e vendoste dora e fëmis dhe e vendoste dora e prindit. Ndoshta duket çik qesharake, se për të lidhen qend, kur i thonë, por vallai, ato që i kanë bërë dhe për fëmijët kështu mirë e kanë bërë se na duhet edhe për fëmijët. Siç po vjen gjëja, nuk e di, më ka hyrë shumë frika dhe mua. Edhe
nuk dal, jo, nuk dal me zojnë tani, vetëm të dalun me zojnë, s'ka shanse. Vetëm kur dal me Ilirin, edhe kur të dal me Ilirin, me kujdes, futemi atje ku kemi punë, ose ku t'jemi në përvende që ka shumë njerëz. Nuk e di, jemi bërë shumë në merak për këtë gjë, dhe do doja shumë të tregoni se ku jetoni dhe si a keni dëgjuar gjëra të tilla, apo si qështe, qa mendimi keni, si po veproni, na thoni dhe neve. Por, dini qa, se unë nuk para jap shumë, nuk është të shpreh shumë për gjëra që ndodhin në përgjithësi. Kush më ka në rrjete sociale të tjera, në Instagram, apo edhe në TikTok, unë kur nuk flas për gjëra, nuk jap mendime për asnjës, nuk përfshihem në këto gjëra shumë, as për ndonjë emision, apo për një njeri të famshëm, apo kur nuk kam dhënë mendime, edhe për këtë rast tani që po flas, ndoshta nuk duhet të flisja, se e di çfarë mendoj, them ja, ti shkoj në vesh, sidomos tani, ti jetë ky personi që do të rëmbej. O zot, nuk e di. Nëse. Dhe mendimi im në këtë rast është që këtu ka të bëjë dhe shteti. Domethënë, ka dorë edhe shteti o njerëz, sepse sidomos shteti gjerman nuk është aq i fuqishëm sa t'i gjej këta rrëmbyesit, ta që të marrin fëmijët, normalisht që e ka fuqi. Por siç më kanë treguar një histori, dhe kanë thënë vetë gjermanët që shteti gjerman i di këto, por nuk bën gjë. Se nuk e di se për çaj do, po di unë për çaj dun ata, i dun t'i kenë gjën këto që rrëmbejnë fëmijët, t'i marrin organet, o zot, t'i bëjnë gjëra nga më të ndryshme. Por që mua ka zënë paniku, nuk e di, unë jam shumë e merakosur, shumë fare goca, nuk e di ç'a do bëj. Por e thash, unë nuk dal me zojnë, të bëni kujdes fëmijët, ju lutem goca. Ju lutem, bëni kujdes fëmijët. E di që neve që merremi sidomos me punët sociale, duhet ta rrëdhojmë shumë, sidomos kur dalim të pjesën e telefonit, kur jemi në ambiente, domethënë, jo me shumë njerëz, por edhe me shumë njerëz. Duhet ta rrëdhojmë shumë. Ndoshta nuk do filmojmë me jashtë, sepse ç'a bëjmë? Tani do kemi mendjen, duhet ta kemi mendjen te fëmia. Jo se ne nuk e kemi mendjen te fëmia kur bëjmë video jashtë, por tani duhet ta kemi akoma edhe më shumë 100%. Unë tani për shembull nuk do filmoj dot me jashtë. Ndoshta juve do ju mërzitet apo ç'a, do filmoj vetëm kur t'jem me Ilirin, ose kur e shoh që jam në një zonë pak më të sigurt. Po ku ta shoh unë që jam në zonë të sigurt? Aty nga hiqet shfaqet, ja, shefti ç'a bën? Nuk e di njerëz, ndoshta po flas edhe kot budalliqe se jam shumë e mërzitur, e panikosur, po nuk e di, o zot mbroj gjithë fëmijët, o zot mbroj të gjithë fëmijët. Kapi të gjithë ta njerëzit që duan t'i rrëmbejnë. Nuk e di, nuk e imagjinoj, as nuk dua ta imagjinoj dot se si mund t'jen ata prindër që i ka ndodhur kjo gjë, që ja kanë rrëmbyer fëmijën. Nuk e di, ose për shembull si ajo situata e asaj Bleonës, se ajo të vjen në mendje tani që ja ka rrëmbyer, edhe ka kaq vite, unë se di ajo zemra asaj nanës, o zot, sa e fortë pas ka qenë. Tisha unë do kisha vdek direkte. E di që halli të bën të fortë ndonjëherë, po nuk ka gjë më të keqe. Për mendimin tim nuk ka gjë më të keqe që të prekin fëmijët. Çfarë do nga gjëja që kanë bëj me fëmijë? Bë dhe peshku ime, dhe tani u mërzita s'po m'hajt bukë me, nuk di që zoti mafjo. Ama në njerëz, ama pse duhet të ekzistojnë këto gjëra, pse mërzot? Pse mërë se gjuna është fëmijë, foshnje, o zoti ma. Tani, çdo njeri që ne do shikojmë për jashta, si ajo shoqja ime sot, e me vërtet ashtu është. Çdo njeri që shikojmë për jashta tani, do ta shikojmë me më dyshje, se do na rrëmbej fëmin, edhe ku ti unë shkojta? Nuk e di, nejse tani unë peshku u bë,
është këtu brenda. Edhe do qik se Zojën e kam në gjumë. Ta lej herë të ftohet, do sistemoj pak ma tanë. Sa të Zoj pasaj t'jap edhe salmonin asaj se u bë. Edhe këshu njerës. Ka shkisha. Ika njëherë tani, ika dhe më lini komente çfarë mendoni për këtë situatë, si keni vepruar, apo ku ta di unë qa shprehuni. Hej goca, jemi në ditën tjetër sot. Sot është e martë, kemi një super kohë, si që mund ta shikoni. Edhe tani, si fillim, ne me Zojën, po ikim sepse unë duhet që të bëj kartën e autobusit, abonen që bëj. Nuk e kam bërë këtë vit, për këtë vit akoma. Pasi ka qenë koha jo e mirë edhe nuk është se kemi dalë shumë. Dhe ato ditë që kam dalë në këmbë si që keni parë. Por nga që më ka hyrë frika me thënë drejten me këto qas po bëhet, që po rëmbej fëmijët e gjëra, kështu ajo mos qoftë, e më jeta ime. Por që sigur ndjehemi pak më të sigurta me autobusë, nejse. Edhe do ta bëj sepse tani vjen koha që hap, edhe do dali më shumë, Zoj është më e madhe, edhe ke mundësi që të dali më shumë, domethënë. Ku do shkoj, por do dal në për qytetet që janë afër me shoqet. Edhe marrë edhe Zojën me vete këtë vit, sepse Zoj është më e rritur. Edhe duhet të bëj këtë. Por do shkoj te puna, sepse ne të punës na e bën puna që ta marrim me çmim më të ulët. Biletën, goxha me të ullët, edhe thash, okej, që ko qeni, është qeni aty mama? I kam një kordele në kokë edhe me zallaj, që në kokën durët aty do ta heqi edhe e hutoj. Edhe po thoja që mund ta përfitoj me çmim më të ullët, pse jo? Kur është kjo mundësi, pse jo? Edhe atje po shkoj, inshallah, mos të kenë ndryshuar zyra ato atje ku, që kam bërë këtu? Atje ku shkojnë se ndonjëherë thorollasin këta, por do shkojmë atje dhe pastaj do vazhdojmë ditën si normalisht. Që pas ka rënë këto dega? Se kështu më mama? Allah. Edhe kështu. Janë duke pastru këto, duke hequr këto degat. Nejse. Shkojmë tani atje te zyra dhe marrim letrën që na duhet për të shkuar pastaj tek zyra e kësaj biletës. Atëherë goca, mbarova puna atje, nuk është se s'më dhan asnjë letër as gjë, pasi tani kam bërë kështu me skanim, duket po më tregonte ajo, do ma dërgoj me email, edhe do shikoj se duhet ta skanoj në telefon, e diçka e tillë, kështu duhet ta kem në telefon me pak fjalë. Por po pres tani që të më vi emaili, edhe ta shikoj mirë që do bëhet. Për momentin, po iki në këmbë me Zojën deri në qendër, inshallah nuk na qenë gjë rrugës. Mos qeshti maj, ej! Me qenë se kemi dhe kohën e mirë, edhe Zojë merr çika ajër të pastër, edhe kështu, kemi çiko për t'i në këmbë, domethënë.